Ekspozita ndërkombëtare e artit në Venecia në vitin e 55 me pjesëmarrjen e 37 vendeve. Për herë të parë Kosova me një pavion në arsenale artiliere. Është përfaqësim personal i 26 vjeçarit Petrit Halilaj me instalacionin e foles nëpër masa mbinatyrale. Një fole me deg dhe purteka Kosovë. Ideja ka evoluar nga vizatimi, pasioni i hershëm që artisti e ka kultivuar si aftësi për të vizatuar me dy duar një herësh. Fëmijëria në Kosovën e para luftës, eksodi në kampet e refugjatëve në Shqipëri janë motive që vizitojnë punët e tij. Folea e Halilajt, një artist që jeton midis Berlinit, Prishtinës dhe Mantovës, është një hapësirë intime dhe misterioze që banohet nga dy zogj dhe një kostum femëror që rri pezull. Një lloj si në instalacionet e tjera, ku Halilaj kombinon lëndë të natyrës, materiale ndërtimi për shtëpi, ai ka gjetur një titull të gjatë edhe për këtë punë. Kam uritë të kem pranë. Më mungojnë fjalët për t'ia dalë mban dhe fundi është prap një rreth i mbyllur. E çuditshme është që nuk je këtu, asgjë s'është këtu. Shqipëria nuk merr pjesë në këtë edicion të bienales më të rëndësishme të artit bashkohor. Këputjen e asaj vazhdimësie që u krijua në vitin 2007, zëvendës ministri i kulturës Abaz Hado e arsyeton në këtë mënyrë. Ishte parë kuratore kishte zonja Politi, Gjeja Politi, e cila është drejtoresha aktuale e Flesh Artit, e cila kishte marrë përsipër në takimet jonë dhe emailët kemi shkëmbyrë së bashku, ishte shumë dakord ta merrte si kuratore, ndërkohë që unë kërkova, edhe për faktin që po ikte koha, kërkova që të isha komisar për efektet për të shpejtuar ritmin, ndërkohë që mungesa e fondeve na bëri që ne të kurrimi dhe të mos kemi një mundësi që në këtë sezon të bienales ne të mos marrim pjesë. Minimalisht mbi 40.000 euro kërkoheshin vetëm për këto gjërat e kuratorit dhe të qeras. Pavioni i Kosovës, i kuruar nga Katrin Romberg, është një nismë e institucioneve të kulturës, ministrisë dhe galerisë kombëtare të arteve, që nëpërmjet drejtuesit të saj Erzen Shkololli, e ka ndjekur deri në fund këtë përfaqësim. Pjesëmarrja e Kosovës në Bienalen e Artit shënon një stad të ri për raportet e artit kosovar me botën, pavarësisht se artisti Sisley Xhafa i kanë provokuar prej një dekade kufijit, dikur si futbollisti kombëtarës, sot me instalacionin e një berberhaneje në Majë të Pemës.